Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë speciale në ACTV, televizioni më i madh i diasporës me 176.000 ndjekës në rrjetet sociale me 20 vjet eksperiencë në shërbim të çështjeve të diasporës shqiptaro-amerikane. Në këtë speciale kam kënaqësinë të kem të ftuar një bashkëdhetar që jeton me ne këtu në Shtetet e Bashkuara për shumë vite. Është biznesmen në fushën e transportit rrugor, por është njëkohësisht veteran i forcave ajrore të Shtetet e Bashkuara, të asaj që quhet Air Force në Shtetet e Bashkuara, me kualifikime edhe në criminal justice, pra kualifikime që i ka kryer pas kualifikimeve në Shqipëri, këtu në Shtetet e Bashkuara. Kam kënaqësinë të ftoj në këtë bisedë sonte Zotin Altin Plasa. Altin, mirë se vjen në studiot e ACTV. Mirëmbrëma dhe Mr. J. Mirë se vjen në përmjet kësaj bisede, duhet thënë që jemi bisedë në distancë, por do të kemi kënaqësinë të kemi edhe në studio. Altin Plasa ka qenë në kronikat tona për aktivitetet ndryshme që ka përcjellë televizioni ACTV, ka qenë një nga aktivistët apo individët, bashkëdhetarët aktiv të diasporës në Michigan, por si kundër e thash, nuk e kemi patur Altinin në një speciale bisedë ekskluzive. Altin, për ata që na ndjekin, për ndjekësit e shumë të ACTV, në rrjetet sociale dhe në programin ton televiziv, në rrjetin më të madh amerikan, të televizioneve shqiptare këtu, të Valë. Por edhe në rrjetet e tjera në cilat ndiqet televizioni ACTV si Alba Vision, Tibo, Shqip TV, dhe në gjitha platformat ku është televizioni jon, do duan të dinë pak më tepër rreth aktivitetit tuaj, jetës tuaj këtu në Shtetet e Bashkuara, por edhe të backgroundit me cilin ju vini nga Shqipëria. Janë 3 pyetje praktikisht në 3 kohë të ndryshme, por do të përgjigjem dal nga dal me njohuritë e mia. Altin Plasa me emër, i lindur në Tiranë, baba nga Korça, nga Plasa e Korçës, mama nga Poralesi, pas arsimit elementar ose fillores, kam qenë për shkollë muzike të Kongresit Përmetit, me dëshirën për të bërë violoncelist. Por nuk mund të ta mbaroj, kështu që vazhdova shkollën tjetër, pastaj kam dalë në shkollë të mesme si mekanik, frezator. Kategorinë e tretë në ato, dhe për çuditë time, me njëherë, pasi kemi dalë kemi marrë diplomat, Shqipëria ka dalë në asistent sociale. Imagjinoni tash ndryshimin e sistemit ato. Që jam përkushtuar më tepër familjes prindërve, sepse jam i vogël i fëmijës. Dhe dal nga dal u zgjua ajo dëshirë për anglishtën, për ta mësuar dhe instrumentat sidomos. Në ato mënyrë autodidakte. Më vonë pastaj kam vazhduar studimet për teologji në Budapest, Hungarisë, dhe jam kthyer direkt si përkthyes vullnetar në Kosovë, më njëherë mbas hyrjes së forcave të NATO-s. Domethënë, një muaj mbasi kishin hyrë ata. Themi atë që është. Edhe kam punuar domethënë me bashkësitë ungjillore në Kosovë. Plus pastaj përmes një organizate e cila na sponsorizoi, mundën të sillin në Kaliforninë ato 3 të plagosur nga të rënit gjatë kohës që po ktheheshin në shtëpitë e tyre. Ata rënë praktikisht në shkelur mbi mina, e themi, C4, dhe kishin humbur domethënë pjesë gjymtyrëve. Ky ishte pra prezantimi im i parë domethënë në Amerikën ato. Edhe për mua ishte goxha shok, por jo si isha shumë, si themi, i befasuar në një farë mënyrë, i shtangur. Zhvillimi komplet të ekonomia këtu ishte mrekulli, pastërtia, çdo gjë ishte në vendin e vet. Që atëherë domethënë mu zgjua kjo dëshirë për të ardhur në Amerikë. Në cilin vit bëhet fjalë eksaktësisht?
Ne flasim për vitin 2001. 2001. Po, kam ardhur këtu biles të themi eksakt data 16 shkurt 2001. Kam punuar 3 muaj në San Diego, pra në Kaliforninë e Jugut, dhe jam kthyer përsëri në Kosovë, sepse kisha filluar të punoja si oficer kredie për një nga kompanitë e tjera. Dhe më pas mundesh të mbyllja domethënë komplet kontratën atje të rikthesha në Amerikë, pasi tashmë kishim rënë dakord me bashkëshorten që do lëvizja në Amerikë dhe do rrinim këtu përgjithmonë. Dhe kështu pra nisi jeta ime këtu në Amerikë. Do ishte mundësi për shembull që unë të rrija në Shqipëri, po. Por do ishte mundur nëse unë do kisha mundësi të hapura, mundësi të barabarta. Kjo ishte pra imigracioni ekonomik nga ana ime, të cilën e kuptova. Një sistem që kishte rënë atko, më detyroi domethënë të dal nga Shqipëria, ashtu siç kanë dalë mira shqiptar. Qofshin këto të moshave domethënë të vogla, le themi adoleshencë, deri në mosha më të mëdha edhe për moshat mbi 45-50 vjeç, pra ata më vjen më shumë keq. Po. Nëse për të mos u zgjatur shumë, nga ardha ime në Amerikë, kam punuar me djersën e ballit. Tu nuk të fal njëri gjë, por duhet punosh. Gjithçka me merit dhe kjo më pëlqen për sa i përket Amerikës. I kam bërë të gjitha. Konstruksionin, ndërtimin, roja, sigurim betejse apo dyqane apo diçka tjetër. Kam filluar shkollën. Kam qenë ndihmës farmacisë ose teknik. Kam punuar 3 vjet në spital, Cedar Sinai Hospital. Përveç sa bëja edhe punë në mbrëmjeve në lokaleve ose diskove dikur. Kishim shpenzime, kuptohet. Dhe në 2003 fillova të ingarnohesha në fotografi. Kur që jam një fotograf, se dita. E bëj për hobi më tepër. Po. Shumë bukur. Mbas këtyre kohëve, domethënë në 2006 u zgjova ajo dëshira për arsim më të lartë, më kualitativ. Ndaj buta domethënë drejtësisë kriminale, criminal justice, për degën e hetimit, investigations. Po. Më të ishte shumë, kam bërë intervista me stacione të ndryshme, shefat të ndryshëm, apo drejtorë të policisë, Los Angeles, në zonat të ndryshme. Kam parë punën e tyre nga afër, më kanë nominuar për më vonë, ose do doja të lidhesha me sheriff's departments, janë 2 departamente të ndryshme, 2 forca të ndryshme. Dhe e kam lënë në pezull fatikisht, të them të drejtën, kam marruar 2 vjet dhe ende kam dëshirë që t'i rikthehem dhe të vazhdoj domethënë akoma me ato ritme që duhet me të vërtetë për ta mbaruar. Por kuptohet, unë jam në biznesin e transportit. Për kaq vitesh domethënë, prej vitit 2014. Tash çfarë ka ndodhur me Altinin nga viti 2008 deri në 2014? Unë kam qenë pjesëtar i forcave ajrore këtu. Edhe Po, pra kjo pjesa do më thënë ati backgroundit si veteran i Air Force në Shtetet e Bashkuara, ndoshta është unike, shumë e veçantë për emigrantët shqiptarë, sepse duke pas parasysh që kjo karrierë duhet të filloj këtu herët, duke ndjekur hap pas hapi gjitha kualifikimet e nevojshme që të arish deri në një efektiv i forcave ajrore të Shtetet e Bashkuara. Na elaboro pak më tepër këtë pjesë të jetës tuaj. Absolutisht. Faleminderit për pyetjen. Unë kam qenë ushtar në Shqipëri. Dhe ka qenë 18 muaj shërbimi në ato. Këmësori, kuptohet. U vendosëm në Poshnjë, edhe ai repartu të më pas pasaj repart komando, direkt mbas Zalltherit, që reparti 2 komando. Gjithsesi, duke parë diferencat me Amerikën dhe Shqipërinë, çfarë ushtrishe, teknologjie që kishin në disiplinën, e uniformat e gjithçka, domethënë më duk diçka që u mund t'i inkarnohesha. Por mbi çdo gjë tjetër, çfarë më bëri më të hyja në forcat ajrore, ishte ajo çfarë duhet thonë unë një përgjigje atjetjes. An answer the call. Ne ishim në luftë kundra terrorizmit.
në vitin 2020, që të gjithë e dinë, Po. 11 shtatori 2020 e hodhi Amerikën në luftë, duke patur parasysh me të gjitha çfarë kishin ndodhur, dhe kuptohet ka shumë nëpër media, ka shumë biseda, gazeta, kudo, shenja për rekrutimin, domethënë, dhe unë i përgjigja kësaj, mora në telefon vetë. Dhe u thash, a pranoni? Dhe unë kisha atëherë vetëm green card. Kartën e shigri, si them. Po. Edhe më thonë, po çfarë moshe ke? Tani janë dy grupime të ndryshme. Në të cilën të marrin për active duty, Po. pra aktiv, që fillon domethënë mbi 18, edhe pjesa tjetër është rezerve, e cila fillon mbas moshës 28 vjeç. Po. Unë isha në atë kohë moshën 32 vjeç, në të cilën unë hyra në forcat aerore. Dhe unë kisha të bëja domethënë edhe pse isha në atë bazë që kishim security forces, forcat e sigurimit për shembull, transportit e policët e të gjithë domethënë military police, kishim bashkë në Lackland Air Force Base, ishim në Texas. Dhe gjithë armimi bëhej bashkë, pastaj ku filluan Forcat ajrore i zgjodhet vetë ju, sepse kur shkon që rekrutohesh, i përgjigjesh këtyre qendrave të rekrutimit apo oportuniteti, mundësisë, kërkesave që kanë, mund të shkosh në shumë drejtime, po e zgjodhet vetë këtë forcat ajrore, Air Force. Po, e zgjodha vetë, bëra kërkimin tim, u futa në website, pashi çfarë mund të bëhesh e qyshtek, por mosha ishte gjithçka. Ishte pak në moshë, ishte pak i kaluar ke ajo limiti i moshës që kisha kaluar aktiv. Po, kisha kaluar rekrutimin për active duty. Po. Pra si forcë aktive unë nuk mund të isha, domethënë, por megjithatë në një farë mënyrë maturia apo dhe mosha luajti një rol të mirë më vonë. Sepse kisha të bëja me teenagers, domethënë 18, 19, 20 vjeç, edhe në krahasim me eksperiencët e mia, duke qenë familjar, duke qenë se isha bërë baba, tani kam një vajzë, sot është 22 vjeç. Edhe gjërat kanë për ata domethënë ishin gjithçka fresh, domethënë gjithçka nga zero, nga fillimi. Ishin frikë, lloj opinionesh, ke parasysh edhe përveç trajnimit, në një farë mënyrë ata spikatën që ti duhet bësh, domethënë në një farë mënyrë ai personi disiplinor që ta kemi këtu, domethënë që t'inkurajoj njerëzit të paktën në atë grupin tim që kishte në klasën time. Po. Dhe për çudi kisha njerëz që vinin më thonin, "Altin, si do e bëje ti këtë?" Ose "Si mendon ti këtë?" Po ju në Shqipëri, edhe biseda të bukura. Po ju në Shqipëri, si mendoni lidhje me këtë apo me këtë? Dhe kanë ardhur biseda për shembull për LGBT-n në atë kohë. Vinin biseda nga më të ndryshme. A janë të imagjino, a janë shqiptarë të krishterë? Ka kisha në Shqipëri? Ata nuk dinin, domethënë, s'kishin informacion, ishin të rinj, kuptohet. Po. Dhe kanë bërë shumë biseda, edhe të këndshme me ta bisedë. Po shumë eksperiencë interesante. Po kjo karriera tek pjesa e forcave ajrore, duke qenë që ju hyrët si rezervist, apo jo? Ka një lloj, të themi, limiti që ky lloj grupi vjen një moment që çmobilizohet, apo jo, nga ai shërbimi. Është kjo e vërteta? Apo vetë zgjodhet ju që të merreshit me një biznesin tuaj për më tepër, si thua, të ardhura, apo më tepër Shiko, unë interes. Kur hyra me idenë me asaj në cilën do thoja, do mbaroj një term të kontratës time, një kontratë të plotë. Po. Jo të mbaroj dhe më thënë 22 vjetë shërbim. Po. Unë futa për 6 vjeçarin tim. Po. Pra e kryve atë ciklin, e përfundove ciklin kontratën që pate me forcat ajrore. Po, ajo që ka interes është që atje u kualifikove si pilot, apo kishe ato detyrat dytësore, sepse njerëzit kur mendojnë forcat ajrore thonë që Altini ka fluturuar
F-16 apo ndonjë aeroplan tjetër luftarak? Se kjo është gjë e mirë që duke qenë dhe Shqipëria në forcat e NATO-s të themi që vetëm të marrim disa aeroplan nga këta të fundit se i kemi dhe pilotët që mund t'i fluturojnë këto aeroplan. A është kjo e vërteta, por e patë kualifikim si pilot? Jo, në moshën time të futesh në akademi, domethënë nuk mundesh. Ashtu, ata bides kur pranojnë në akademi ajrore, i do të kesh 2 nominime, qoftë nga guvernatori, apo nga dikush tjetër, apo senatori. Edhe unë e pata nga senatori në atë kohë, kongresmen Kevin McCarthy, unë s'kisha nevojë, domethënë sepse isha tjetër grup, isha rezerviste dhe isha forcë toksore. Këmësori, domethënë, në cilën unë kisha të bëja me transportin, kisha të bëja me armatimin, kisha të bëja me uniformat, me pjesën e të gjithë mbështetjes materiale që kishe nevojë, domethënë trupat. Duke patur parasysh, imagjino tani, të fillosh nga kapelja deri te çorapja, nga pjesët e randeleve të vitave të avionit deri te kratë e avionit. Por gjithsesi një eksperiencë, dhe me që jemi këtu, Altin, ndoshta ju japim këshilla këtyre të rinjve shqiptar, sidomos shqiptaro-amerikanëve që lindin këtu, që i kanë gjitha mundësit për të ndjekur një lloj karriere ushtarake në forcat ajrore amerikane, në Air Force, US Air Force. Cilat janë ato hapat ta themi 1, 2, 3 që duhet të ndjekim për të hyrë për të bërë pilot, sigurisht. Ajo ndoshta është pjesa më e avancuar apo më krenare e kësaj pjese të ushtrisë amerikane. Të themi të drejtën, do të kemi parasysh ata të cilët janë në shkollë të mesme. Po, që andej nuk ka rëndësi nëse je vajt apo je djalë. Po. Nuk ka rëndësi nëse je shqiptar, italian apo holandez. Po. Nëse je në Amerikë dhe ke dëshirë të shërbesh apo të japësh vetes mundësi në forcat ajrore. Po. Duke patur parasysh domethënë 4.0, 4.0 mesatare në GPA. Duke patur parasysh gjendjen tënde fizike, duke patur parasysh ato 2 letrat e nominimit që duhet të kesh, edhe gjatë kohës së shkollës mesme këtu ka një program të fantastik, të mrekullueshëm. Që të çon të hap derën drejt të karrierës ushtarake, që është ROTC program. Mund të pyesni domethënë shkollat tuaja publike për programet ROTC, edhe do të keni informacionin mjaftueshëm, në cilën këta të moshë studentët e shkollës mesme marrin njohuri bazike, domethënë për sa i përket disiplinës ushtarake, uniformës etj. Kështu që kur vinë pasaj në momentin që duan të kalojnë edhe të dalin për sa i përket shkollës, të vijojnë edukimi për pilot apo oficer të themi, atëherë do të shkojnë domethënë të marrin fletet e nominimit, mesataren, edhe dokumentin e lëshuar nga ai i cili ka trajnuar, pra. Edhe ja dërgojnë domethënë aplikojnë ose shkojnë tek rekrutori. Ai i cili domethënë është një qendër edukative apo informacioni për sa i përket ushtrisë në përgjithësi. Se aty janë marina, aty është ushtria, aty janë Marines, aty janë edhe forcat ajrore. Pra mund të pranosh në akademi edhe nëpërmjet zyrave të rekrutimit ose nëpërmjet aplikimit direkt tek akademia, që në kohën që studentët graduohen nga shkolla e mesme, apo ja? Sipas asaj çfarë e di unë, do të shkosh përmes një zyre rekrutimit, të paktën sipas me, domethënë, mund të jem në gabim. Nga eksperienca juaj, po. Po. Por ndoqa këtë rrugë, domethënë, përmes rekrutimit. Edhe nga aty do të bëra betimin, nga aty pastaj mund të caktua vendi i shtrëpimit, nga aty mund të caktua data e fluturimit, nga aty mund të caktua
data e nisjes së trajnimit. Po. Pra si të themi ne karantina në Shqipëri, atë kishin dhe këtu. Po këtu është më ndryshe, domethënë me javë. Qartë. Pra e kryen të plot atë kualifikimin ose trajnimin para prak që mund t'i bashkohesh forcave ajrore. Pastaj. Okej. Atëherë shumë interesante kjo, unike, nuk pak kemi dëgjuar, ka shumë ushtarak që shërbejnë, që janë shqiptaro-amerikan, dhe jemi krenar për shërbimin e tyre, edhe për atë që ata gjithmonë kur dalin në këto graduimet apo në ceremonitë e ndryshme që veshin uniformat, ata nuk e fshehin asnjëherë identitetin shqiptar, dhe kjo na bën krenar për të gjithë ushtarakët që shërbejnë në gjitha nivelet, përfshi këtu edhe forcat e sigurisë, këto law enforcement që hyn policia, edhe forcat e tjera në mbrojtje të ligjit. Jemi krenar dhe ju gëzoni Altin statusin e veteranit apo jo, mbas kësaj kontrate shërbimi që. Dhe do të thotë që jemi krenar edhe për shërbimin tuaj dhe për këtë eksperiencë unike që ju patët. Tani, të kthehemi pak tek disa pyetje që unë kam dëshirë të t'i bëj, a ke ambicje, dëshirë, interes të kthehesh në Shqipëri, të kontribosh dhe atje me gjitha këto gjëra që përbëjnë atë backgroundin tuaj profesional. Duke hequr pjesën e transportit, sepse e kuptoj që transporti është një profesion apo biznes i adaptuar nga ju si kundër çdo shqiptar tjetër në emigracion këtu në Amerikë, që kanë ardhur me një profil caktuar, por kanë ndryshuar profesionin për të mbajtur familjen, për të siguruar një të ardhme financiare më të garantuar, më të mirë, dhe janë në atë fushën që janë tani, por kanë eksperiencën që ndoshta është ndryshme nga ajo për cilën kanë bërë shkollën, janë kualifikuar, por kanë pas edhe backgroundin e mëparshëm. Tani, a keni dëshirë të ktheheni në Shqipëri? Si e shikoni? A je i lidhur me zhvillimet në Shqipëri, me politikën, me atë dinamikën sociale? Çfarë po ndodh në Shqipëri? Më lejoni t'ju them, së pari domethënë që duke bërë krahasimin e Shqipërisë tek këtu është vendi i mundësive në Amerikë. Dhe kur them vendin e mundësive është sepse ti për shembull gjatë kohës që je student mund të kesh një punë me kohë të pjesshme, të themi. Po. Ose gjatë kohës që je me kohë të plot mund të shkosh me kohë të pjesshme në shkollë të studiosh. Ndërsa unë që kam mbaruar për shembull 3 vjet për criminal justice, do ta mbaroj. Kam dëshirë domethënë që të marr komplet full credentials. Edhe mbase në të ardhmen kjo mund të më shërbej edhe në Shqipëri, kuptohet. Por duke lidhur edhe me backgroundin pra që kam pjesa ushtarake edhe nga edukimi, kam dëshirë domethënë të shoh diçka domethënë në Shqipëri, pasi për përfshirjet e mira, kohët e fundit të paktën që nga viti 2019 flasim, pak para Covidit, janë përfshirë domethënë për sa i përket lëvizjeve patriotike të tjera. Jam republikan i regjistruar këtu në Amerikë prej vitit 2016. Deri më sot unë ekzistoj domethënë si republikan, votoj si i bia. Edhe nuk ka rëndësi nëse është Trumpi apo jo, unë jam përsëri vazhdoj të jemi tja. Por le të themi këtë që aktiviteti im, le të themi në Shqipëri, do niste domethënë nga diçka shumë e vogël. Të parë domethënë me pjesëmarrjen time në disa çështje të ndryshme për shembull, ose aktivitete që janë bërë këtu në diasporën. Unë kam shprehur mendimin tim, kam shprehur ose thjesht domethënë duke qenë fizikisht aty. Kam shprehur domethënë protestën time në një mënyrë apo tjetër. Kam shprehur domethënë mendimin tim qoftë edhe në intervista, qoftë edhe duke biseduar me njerëz të ndryshëm, çfarë mendoj. Dhe kuptohet duke patur parasysh se gjithë kjo dallamarie kaq e madhe domethënë në Shqipëri,
me politikën shterpe që bëjnë politikanët në Shqipëri, me mënyrën se si trajtohet populli, me mënyrën se si trajtohet nga studenti e deri te pensionistët më, këtë revolton. Do apo nuk do ti? Shikoni, edhe juve që mund ma shikoni këtë pjesë intervistës në Shqipëri. Mos kujtoni se Amerika është shesh me lule. Unë jam 50 vjeç sot. Ama do ta kuptoni me të vërtet. Dashurinë për atë thonë, kur t'ju rrjedhin lot. Pa folur me njëri. Thjesht sepse e dini dhimbjen që ata në Shqipëri po kalojnë. Se thjesht nga që e dini mungesën e drejtësisë. Thjesht nga që e dini që me të vërtet kushdo edhe ju që jeni larguar, si puna ime, e kuptoni që shteti shqiptar për 34 vjet, 35 vjet, ju ka vjedhur. Dhe kjo është domethënë drama më e madhe e cili do kom që mund të imagjinosh në botë. Duhet të ndajmë, kur themi shteti, kemi pasur ndoshta politikanë që kanë drejtuar shtetin që janë korruptuar, apo jo, sepse shteti shqiptar është, si thua, reformuar në to 30 vite me atë rolin që kanë luajtur forcat politike dhe individët, liderat politik, leadershipet e caktuara. Këto kanë pasur mentalitete të ndryshme, mentalitete që kanë prodhuar politikë, si që thatë ju, kanë qenë jo të ndjeshëm me hallet dhe problematikat e tranzicionit shqiptar, për t'i marrë shqiptarët nga një, të themi, histori, epok komuniste, e varfërisë ekstreme, po më tepër e varfërisë mendore dhe e njohjes botës, dhe për ta integruar me dinjitet në një hapësirë të lirisë dhe demokracisë, qoftë evropiane, qoftë amerikane dhe ndërkombëtare. Dhe këtu kanë pasur, dhe ka kritika shumë, për atë që kanë arritur, kanë realizuar dhe ku është sot stadi. Si e shikon sot, Altin, gjendjen e Shqipërisë? Kemi në qeverisje në mandatin e 4 kryeministrin Rama që udhëheq i vetëm, i lavdishëm, i pasfidueshëm, në brenda një partie që s'është mbledh asnjëherë për të respektuar atë kushtetutë të brendshme që ka ajo parti, që i surprizon ata, të themi, grupin e vetë politik me emërime, shkarkime, vetëm nëpërmjet atyre daljeve që bën ai publike apo mbledhje, konferenca, që ai quan ai, dhe i cakton ato në detyrat larta të shtetit shqiptar pa pasur asnjë eksperiencë, janë njerëz anonim. Momentalisht, për shembull, te kjo qeveria që ka tashi, që mbas këtyre problemeve me drejtësinë që ka zgjedh këto ministrat e vet, janë gjithë anonim, nuk i mban mend kush, të duash t'i mbash mend, sepse vinë njerëz që s'kan prezantuar asnjë projekt politik përpara elektoratit apo popullit shqiptar dhe me njerë dalin bën ministra. Si e shikon këtë gjendje? Është kjo normale për një vend që ka kaluar një tranzicion rreth 35 vjet tashmë? Të them të drejtën, në asnjë vend të Evropës nuk do gjeni një qeveri të tillë. Kuptohet që kemi nishin, të cilit do t'i përkulemi të gjitha sipas tij. Por, nga ana tjetër, janë grupet e interesit që janë jashtë Shqipërisë, të cilët e mbështesin këtë nishë, për interesat e tyre pragmatiste. Dhe kuptohet, vetë leadershipi që ai ka nën vete, pra kryeministri shqiptar, e ka zgjedhur sipas dëshirës së tij për një mision të caktuar, për të arritur një qëllim të caktuar, për një kohë zgjatë të caktuar. Dhe ai ka përdorur dhe vazhdon të përdorë të gjithë figurat si një lojë shahu, në të cilën ai mundet të heqë, mundi të zëvendësoj, mund të ndrojë qeverinë një herë, mund të ndrojë qeverinë 2 herë, domethënë kabinetin e tij,
sepse është nishi. Kjo fuqi. Jo, këtu duhet të dallojmë. Nuk është se ai Superman. Problemi është që ai ka nxjerrë sovranin nga loja, sepse votimet aty janë pa vlerë. Janë votime që vijnë në rresht administrata, në rresht bizneset, në rresht oligarkët, në rresht komisionerët, bëjnë çfarë të duan në background, në rresht KQZ-ja. Pra, ai ka nxjerrë jashtë loje sovranin, popullin, votën, dhe duke nxjerrë jashtë loje votën, detyrimisht që ai është i pasfidueshëm. Por ajo që ju ngritët që është e vërteta e këtij triumfi elektoral dhe politik që ka Rama, e vërteta është që ai ka arritur me propagandën e vetë dhe me lobingjet e veta të mbush mendjen edhe faktorin ndërkombëtar që ai është përbën një faktor stabiliteti, po bën reformat e dura, po e çon Shqipërinë përpara, pra në atë big picture që duan ndërkombëtarët për stabilitet, për reforma, për ecje përpara, ai ja ka dalë që të thotë se i ka bërë me sukses, megjithëse Shqipëria, gjendja e Shqipërisë është, duhet thënë, standardi i demokracisë është e mjeruar, për sa i takon kontrollit balancave, për sa i takon forcës së shtetit. Kemi tashmë zyrtarisht një parti shtet, sepse kontrollon pushtetin qendror, pushtetin vendor, kontrollon parlamentin dhe nëpërmjet reformës në drejtësi kontrollon një masë të madhe të sistemi drejtësisë. Pavarësisht se nuk kontrollon dot SPAK-un, sepse SPAK-u është nën, si thuash, vëzhgimin e rrept të amerikanëve dhe të europianëve. Si e shef Altin këtë situatë që po kalon Shqipëria? Të them të drejtën, janë edhe raportet të cilat tregojnë mangësinë e procesit demokratik në Shqipëri, mënyrën se si janë organizuar gjërat, abuzimet që janë ndodhur, raportet për votimet, raportet për shumë gjëra të tjera. Por më lini të përmend një gjë. Po. Për mua është shumë e rëndësishme të kuptojmë dy gjëra të cilat janë të lidhura kaq shumë ngushtë me jetën politike në Shqipëri. E parë, paraja, korrupsioni, pragmatizmi. E dyta, numri i votave, kontrolli i parlamentit. Pra në fillim ishte paraja sepse erdhi George Sorosi dhe hodhi para përmes USAID-it dhe etj. Aq shumë sa u detyruan shqiptarët në atë kohë, parlamenti shqiptar ndryshoi kushtetutën. Por kjo nuk u bë një herë. Edhe me arrin e 2013-s të Edi Ramës, filloi të ndryshoi e të basardoi kushtetuta shqiptare. Edhe duke mbajtur tani të gjithë parlamentin, siç e kemi aktualisht, nën kontroll. Që nëse do apo nuk do Partia Demokratike ta votojë mirë, ne kemi 84 vota, zonë të fare. Kemi shumicën. Pra kjo është domethënë një lojë shumë e rrezikshme. Jo vetëm kaq, po kjo shumicë që ka dalë nga zgjedhje të kontestuara, nga zgjedhje të shkatruara, nga zgjedhje jo demokratike, kjo shumicë tashmë po prodhon ligje shtesë në parlament për të kontrolluar drejtësinë, që është shtylla tjetër e një shteti demokratik, dhe sigurisht me nënshtrimin dhe kontrollin e drejtësisë përfundon kontrollin e plot të shtetit, sepse partia shtet kontrollon qeverinë, ekzekutivin, që e prodhon parlamenti, i cili ka shumicën nga një parti e vetme, dhe i ka mbet vetëm drejtësia për ta nënshtruar dhe atë. Por që i kanë gjetë shara në goshë ke SPAK-u, për arsye se SPAK-un e drejtojnë Amerikanët, sepse problemi është këtu që SPAK-un e drejtojnë Amerikanët jo për arsye se në Shqipëri ka figura krimi të vogla, për shumë vjedhje dyqanesh, ka
individ që cënojnë lirinë e personit, të pronës, e tjera, pra krimet e lehta. Shqipëria është cilësuar si vatër, si qendër e trafiku ndërkombëtar të drograve të ndryshme. Shqipëria është cilësuar si një vend ku krimi organizuar ka arritur të harmonizojë interesat me politikanët dhe të shndërrohet nga pjesë informale kriminale në biznesmene ose si të themi operator ekonomik të biznesit të ligjshëm në Shqipëri. Pra është integruar krimi organizuar me ekonominë dhe me politikën. Madje kanë caktuar dhe njerëz të vetë, përfaqësues të vetë në parlament. Dhe të gjitha këto kanë bërë që agjensitë amerikane ta fusin në mbikëqyrje dhe me forma për ta si thuash për të goditur këto lloj krime të rënda që kanë impakt ndërkombëtar, nuk është problemi se kanë vetëm impakt brenda Shqipërisë, ka bërë që agjensitë amerikane të jenë imberit mbikëqyrëse të SPAK-ut. Dhe kjo është ajo që tashme ka detyruar mazhorancën dhe Edi Ramën të prodhoj një kod penal që të lehtësoj dënimet, sepse kanë frikë se do dënohen të gjithë. Megjithëse shumica e leadershipit të kësaj partie. Po bëjnë ligje tani, po bëjnë ligje, po ndryshojnë kodin penal dhe po bëjnë dhe ligje për kufizimin e SPAK-ut, sepse SPAK-u është si ajo kafsha egër që e rritën vetë, po ju doli jashtë kontrollit. Shikoni, duhet të kujtoj para 3 vjetë, gjysmë 4 vjetësh, të paktën. So unë kam patur informacion pak a shumë dhe kam patur për vete. Ka patur 2 raste në cilën mund të isha sot në ambasadën amerikane në Shqipëri. Por të kuptuar se çfarë po ndodh, e dallova domethënë mënyrën se si amerikanët po i afroheshin gjë të tillë. Me diplomasi, por njëkohësisht edhe me sytë, domethënë beso dhe kontrollo. E di që kjo është shprehje e Stalinit të difushëm, por ata kuptuan me shqiptarët që nuk funksiononte thjesht me një të thënë, apo thjesht me duke i besuar, domethënë që të bëheshin gjërat në këtë mënyrë si shtorshin amerikanët. Kështu që ata atëherë sollën white collar crimes, krimi financiar, domethënë njerëz të cilët ishin të edukuar me eksperiencë të madhe. Por të mos harrim John Mucha që erdhi nga këtu, shkoi në Shqipëri në ato. Ju e mani më? Po, prokurori, që është pjesë e komunitetit ton shqiptar këtu, që momentalisht është avokat i nderuar këtu në Michigan. Kuptohet që cili do që shkon në Shqipëri do t'japi një raport se çfarë është bërë, ecuria, problematika, sfidat që qëndrojnë, edhe çfarë hapash mund të merrem, këshillimet më vonë pasaj që vinë, por duke patur parasysh se si Shqipëria ka ecur këto vite, presioni i amerikanëve kuptohet vazhdon të shtohet, duke patur parasysh njëkohësisht ndryshime në pushtetut. Atëherë pohuajt e kanë kuptuar që një gjë e tillë, domethënë një kualitet e tillë në Shqipëri mund të na çojë në humbje sovranizmin në një farë mënyrë. Mund të na çojë domethënë në një tjetër problem, jo të 97-s, por një martial law, ligj martial, sepse po zgjon revoltën brenda shqiptarëve. Po sjell njëkohësisht edhe një mbyllje të dyrave të vendeve të ndryshme në botë, Evropë. Po sjell njëkohësisht edhe po sjell në pa etin e disa përfaqësimeve tanë për sa i përket interesave të ndryshme që ata kanë për territor në Shqipëri. Edhe nuk e di, deri për një farë kohe janë marrë me sidomos domethënë me të huaj që kanë ardhur në Shqipëri, për shembull nga Komuniteti Evropian ose Bashkimi Evropian, le të themi Parlamenti Evropian, njerëz të cilët kanë ndënë në Shqipëri për disa kohë, kanë dhënë
raporte në Bashkimin Evropian për Shqipërinë. Dhe nga ana tjetër, domethënë, siç kanë ardhur me duar në xhep, kanë dalë me valizhe nga Shqipëria. Po ka një zhgënjim të madh me rolin e ndërkombëtarëve në Tiranë, atyre që përfaqësojnë ambasadat e vendeve të Europës në veçanti, të cilët në mënyrë qesharake e quajnë, si thua, caktimin në detyra diplomatike në Tiranë si gjën e tyre më të preferuar, kur Shqipëria ndoshta në Europë është nga vendet që renditet nga fundi. Pra gjithë kjo dëshirë e ndërkombëtarëve europian për të qenë pjesë e trupës diplomatike të akredituar në Shqipëri, tregon që në Shqipëri ata gjejnë këto mundësi që nuk i gjejnë dot në vendet e tjera, që kanë të bëjnë me veset, që kanë të bëjnë me gjithçka tjetër që është raportuar në media, se këta diplomat në Shqipëri gjejnë, si thuash, terrenin për të vepruar. Dhe kemi parë një gjë që ajo që na intereson ne është që kanë mbyllur syt ndaj gjitha këtyre shkeljeve të parimeve demokratike në Shqipëri. Pra ata e duan Shqipërinë që të jetë krejt ndryshe nga vendet e tyre. Atë që nuk e duan për vendet e tyre, atë në Shqipëri ata mbyllin syt dhe veshët dhe vazhdojnë të bëjnë turizëm diplomatik në Shqipëri. Ky është problemi i madh. E vetmja për momentin, shërbim diplomatik, seli diplomatike që ka rikthyer seriozitetin ndaj parimeve të shtetit demokratik në Shqipëri është ambasada amerikane, me të ngarkuarën me punë që është momentalist, sepse ato që kaluan përpara të dërguarit të administratës Biden, fatkeqësisht ishin ato që e shndërruan Edi Ramën nga një lider lokal, në një autokrat shumë të pasur nga kontratat shtetërore dhe nga abuzimet që ai ka kryer, dhe nga skandalet që janë raportuar dhe janë tashmë në hetim nga SPAK-u. Më le të ndërpres pak sepse nuk dua ta harroj. Po. Kur përmendet për sa i përket Evropës, Bashkimit Evropian. Është një Evropë kaq e vjetër. Ne kemi marrëdhënie, domethënë, shumë rrallë, domethënë, të mira, domethënë që korrim sukses në një mënyrë në thonjza, por edhe kanë treguar veten, domethënë, grabitëqar ndaj interesave të Shqipërisë, ndaj sovranizmit të Shqipërisë, historikisht plas. Por të mos harrojmë, domethënë, pjesën tjetër në cilën aktualisht çfarë po vjen në Shqipëri, nga ky bashkim evropian. Le të themi, po transportohet lëndët kimike, mbetjet kimike, ose bio, diçka e tillë. Po. Njëkohësisht, edhe krimi tash po transporton veten para mbrapa, duke patur parasysh se Shqipëria është vend e krimi lulëzon, e krimi ka kontroll, që krimi mund të bësh gjithçka, mund të investosh, mund të blesh apartamente, mund të ndërtosh një pallat, mund të blesh vila në Breg të Detit apo në Palas, e të bësh i thosh jetën në një lordi. Por Shqipëria... Po kush i licencon këta si thua investitor të krimit të organizuar në Shqipëri, se që të marrësh të ndërtosh në Shqipëri, në një fshat të humbur nuk ndërtojnë dot një kasole për bagëtin, sepse shkojnë i arreston me njerë polici lokal. Kush ju a jep licencën këtyre investitorëve të krimit të organizuar për të ndërtuar në qendër të Tiranës? Unë e përmenda pak më parë që i dyshin faktorët, paraja dhe vota. Pra, paraja vjen oferta tek politikani, le të themi kryeministri ose kushdo qoftë.
apo kryetari i bashkisë. Nga kjo ofertë caktohet kush do ta marrë për ta ndërtuar, dhe ai që do ta ndërtojë pastaj do të bëjë gati çesa ti tjetër që po të vi. Por ai bëhet një lloj vetingu këtij personi, këtij investorsi. Jo, mjafton që sjelli para. Mjafton që ke para të qarkullojë të dalë përsëri nga Shqipëria, mundësisht për një investim tjetër personal, individual, të një politikan i caktuar. Po. Kështu që e gjitha ajo para që kjo gatuar. është si rezultat, vjen si rezultat i bashkëpunimit të krimit me politikën, apo ja? Absolutisht, ne kemi shembullin e Bashkisë Tiranës me Erion Velin, Po. me të gjitha lejet e ndërtimit të dhëna, me incineratorët, e me një pjesë tjetër të një tjetër industrie, në të cilën vetë grupet e mafjas të mëthën kanë ardhur, kanë investuar, kanë patur një dakordsi me politikën shqiptare, dhe kjo vazhdon domethënë të dy duart nga njëra tjetrën. Tani mos u habisin nëse paratë e shqiptarëve, kur të dalin për vetimon, për të parë se ku janë deklarimi i pasurive të tyre, nuk mund t'i gjejnë këto para. Pse? Para i ka marrë tash grupi mafios, i ka pastruar nga Shqipëria, ka shkuar diku tjetër. Po, i kanë shndëruar në biznesmen, këtë kategori të... Biznesmen, kanë dalë kriptomonedhe, kanë dalë shell companies, guas, domethënë. Janë pararoj në të gjitha format, mënyrat, aktivitetet ilegale. Prandaj është cilësuar edhe nga Departamenti i Shtetit si qendër operacionale Shqipëria, Tirana. Sigurisht në drejtimin e Edi Ramës, udhëheqësit të pasfidueshëm zotit Rama. Altin, më fal, dua që me që ju jeni një konservator republikan i regjistruar si republikan këtu në Shtetet e Bashkuara, jo vetëm që jeni një votues që për shembull mund të votojë majtas djathtas, votuesi lëkundur ka këtu votues që ndryshojnë atë drejtimin kahen sipas kohës dhe sipas projekteve politike, platformave, po ka dhe njerëz si puna juaj që jeni të regjistruar, do të thotë që qëndroni vazhdimisht te parimet konservatore që përfaqëson Partia Republikane, pavarësisht rrymave drejtuese që e drejtojnë atë. Tani, në Shqipëri kemi parti konservatore, parti të djathta, shumë biles në numër. Si mendoni, cili është opinioni juaj duke qenë që ju jeni i angazhuar këtu me Partinë Republikane? Si shikoni parimet konservatore të futura në platformat e këtyre partive të djathta të Shqipërisë? Pyetje e bukur. Pyetje shumë e bukur, dhe shumë e vënd. Faleminderit. Do them këtë. Po. Siç e konsiderojmë, koncepti i të djathtës nuk ekziston në Shqipëri. Po. Mbase mund të kenë 2 apo 3 fitore të vogla. Por pjesa tjetër nuk është as pak e djathtë. Ka dalë nocione për shembull të djathtë të qendrës, ndërsa këtu ne i quajmë Borajnës, liberal, që bashkëpunojnë me të majtën, që sabotojnë domethënë konservatorizmin. Dhe më vjen keq, në Shqipëri nuk ka të djathtë. Shqiptarët duhet ta dinë këtë. Sepse unë ku them jam konservator, kaloj nga e drejta e besimit në Zot, familja, kundër abortit, projektës pra. Meritokracinë, fitari i pari, pasaj të tjera. Toka, prona private, armbajta me leje, e shumë gjëra tjera. Qeveri e vogël. Tua më qeveri e vogël. Me këtë situatë që kanë në Shqipëri, nuk është qeveri e vogël kjo. Mua më pëlqeu fatikisht se kam dëgjuar në një raport që u dha në kohë, që asaj zonjës ju bëft jeta 1000, raporti i saj ishte kaq i saktë. Po. Dhe shumë i drejtë. Po, në mes të tjerë shpërmendi, dikur tha, ne kemi patur një punëtor administrator për 35-36 banorë. Po. Ndërsa sot në Shqipëri të kemi 1/3. Po. Pra është
ngulfatur kaq shumë domethënë hedhur në ta administrat që paguajnë për të prodhuar votën mes pas nesër. Ta që dhe buxheti domethënë gjithmonë pëson domethënë goditje për këtyre. Mbas tyre janë militantët që do paguajnë. Ndërsa në pikën asaj çfarë ju tha, konservatorizmi. Shikoni se konservatorizmi nuk jep në letër. Po nuk ka jetë politike, nuk ka jetë reale. Ashtu siç nuk ka as të djathtë. Po unë më pak se unë revoltoj më njëherë kur vjen te kjo pikë sepse do doja që të kishim të djathtë. Edhe pse mund të jenë disa pika tani që unë i dëgjoj shumë më rrallë në për emisione të ndryshme si analistë. Do doja që këto koka domethënë të vinin bashkë në Shqipëri, të funksiononin bashkë, të bënin diçka të përbashkët në ideologji e tjerë. Edhe vetë për shembull, jam munduar domethënë të do ta them troç. Viti 2021 erdha në Shqipëri dhe u mundohu të takoja disa njerëz të cilët i konsideroja të djathtë. Një pjesë më ofruan ulje në tavolinë, atë plasëm negociojnë një herë, marrin vesh sa mund të ofrosh, kush të mbështet ty, sa para ke ti, atë mbështet në një kongresmen amerikan apo jo, na kanë thënë të. Po. Edhe ku ktheva përsëri në vitin 2023, mora një hall në një hotel në Tiranë, pra Shqipëri, kuptohet. Edhe ftova partitë e djathta. Po. Të gjithë të cilët biles patët e dikush që do të ditë me ilar me nder, në qoftë se keni dëshirë të merrni të vini domethënë të bashkojeni partinë tonë, ju mund ta merrni partinë tonë, i ndroni dhe emrin dhe vazhdoni domethënë kundrejt një çmimi. Unë jam skandalizuar. Pra kishte drejt partish, kishte partinë në shitje. E merrje partinë të gatshme. Po pra. Nuk thua pazar. Unë personalisht nuk kam parë, nuk do shikoj kur pazar mbi fatin e popullit tim. Sepse do quhesha direkt tradhtar. Kjo çfarë po bëhet në Shqipëri me këto parti të vogla, ndaj unë them, pluralizmi më shumë e ka shkatërruar Shqipërinë sesa e ka bërë Shqipërinë. Pluralizmi është ajo në cilën sillen të gjitha votat në grupime të ndryshme. Por të gënjur të huaj që ne kemi shumëshmëri desh politike. Dhe kjo ka qenë shumë e gabuar. Po. Tani, në çfarë unë po shikoj, sepse edhe nga angazhimi im po dalë domethënë i hapur me njerëzit, si në media sociale, si në faqen time në YouTube, në video të ndryshme, opinione të ndryshme, por dhe në aktivitetin tim që kam aktualisht, unë jam ideatori dhe ideologjist i Republika Unita, në të cilën dua të bashkoj spektrin e djathtë, konservator. Jo thjesht me emër i djathtë. Dhe më vjen keq. Tu as Partia Konservatore Shqiptare nuk bën pjesë, tu as Partia Demokratike nuk bën pjesë, tu as Partia Republikane nuk bën pjesë e Shqipërisë. Pra, kjo është sepse ju i quani këto parti që nuk janë konservatore të vërteta, apo është sepse këto parti nuk bashkohen këtyre iniciativave që ju keni? Cila është arsyeja? Të parti nuk janë të vërteta. Ju i konsideroni parti... Po mirë, atëherë të bëj unë avokatin e tyre, tani, sepse duhet bërë dhe pak debat. Për shembull, Partia Demokratike e Shqipërisë, që është partia më e madhe opozitare, në fushën ekonomike ka implementuar, pra kur ka qenë në pushtet, taksën e sheshtë. Po. Dhe partia e Edi Ramës vazhdon të aplikojë taksën progresive. Kështu që kjo është një dallim për sa i takon politikave fiskale. Tjetër, Partia Demokratike, kur ka qenë në pushtet, e zvogloi administratën në një numër rekord për kohën e demokracisë. Pra i reduktoi pozicionet dhe administratën. Madje kësaj iniciative për reduktimin e pushtetit vendor u bë promotor kryesor Edi Rama, që bëri dhe reformën territoriale, por që si çdo mashtrim tjetër në këto 4 mandate, edhe kjo ishte mashtrimi i radhës, sepse janë fryrë ambasadat,
janë fryrë administratat lokale të bashkive në maksimum duke e kthyer shtetin në punëdhënësin më të madh. Kuptohet për interesa elektorale, që njerëzit të kenë nevojën e një page dhe ata të detyrohen pastaj të votojnë. Vazhdojmë me reformat e tjera. Ajo që krijon atë problemin me të drejtë, unë të jap të drejtë, është që shpeshherë Partia Demokratike e djathtë konservatore sjell në platformat e veta programe sociale që janë tërësisht të majta, tek asistenca sociale, tek përkrahja sociale, tek politikat e kontrollit të shtetit mbi jetën e individit. Pra, këtu ka një problem te kjo pjesë. Tjetra është te prona dhe liria individuale. A ka vënë shteti shqiptar shumë rregulla dhe ligje që, si thua, kufizojnë lirin e biznesit në Shqipëri, apo edhe lirin e qytetarit. Në përgjithësi, këtu duhet të themi që në 35 vite demokraci, tranzicion, të dyja krahët politik kanë kontribuar në mënyrë të fuqishme për të prodhuar ligje dhe kontroll dhe licenca, edhe kanë centralizuar, si thua, kompetencat, në atë mënyrë që në Shqipëri ka humb oportuniteti për të krijuar një biznes, për të qenë i suksesshëm si sipërmarrës, dhe kush janë të suksesshmit në Shqipëri, Altin? Që ky është një problem që e kanë të dyja palët. Kush janë të suksesshmit? Vetëm ata që përfitojnë tendera dhe kontrata nga shteti, asnjë tjetër. Domethënë në Shqipëri surprizohesh, domethënë e kërkon si gjelpërë në kasht një biznesmen që është bërë i madh nga tregu i lirë. Të gjithë janë bërë të mëdhenj, të fuqishëm, milioner, miliarder, janë bërë oligark vetëm nga tregu shtetëror i tenderave dhe i paras publike. E vërtet, është e vërtet. Po mirë, a ka fuqi një forcë e re edhe me këto parimet e pastra të konservatorizmit amerikan, Altin? A mendon se ka hapësirë në Shqipëri që të ketë sukses një lëvizje e vërtet konservatore? Me qoftë se do thonim të përmendim reformat, unë kam reforma nga njëri që njerëzit që u kam thënë, njerëzit i kam shumë afër. Po thua që pa mundur kjo që thuat. Sepse unë përmes këtyre reformave që them është e mundur, fillon domethënë dhe nga rishikimin e ndarjes territoriale për votimet për shembull. Sistemi zgjedhor, po, edhe ligji, kodin zgjedhor. Kodin zgjedhor, kjo ishte. Shiko, kodi zgjedhor, Altin, se këtej buron pushteti, këtej buron fuqia e ardhjes në pushtet. Sot kemi deputet të emëruar nga dyja partit, janë deputet listash, nuk janë deputet të popullit. Prandaj këta janë deputet gojë kyçur në parlament. Prandaj këta janë deputet në rresht. Këta janë të gjithë, më thënë, kështu, janë klonime të leadershipit. Vetëm se, do të thënë, ke të njëjtën retorik, por me figura të ndryshme. Pse vjen kjo? Sepse këta janë të emëruar. Kur emërohesh, do të bësh politikën e atij e prorit që të emëron. Nuk janë të zgjedhur. Pra e kanë edhe parlamentin, edhe qëllimin që ka legislativi, parlamenti, e kanë tjetërsuar. Pra aty buron gjithçka. Nëse në Shqipëri nuk reformohet sistemi zgjedhor, Altin, çdo lëvizje, çdo ide, çdo projekt, ose do të jetë shumë i dobët, ose është i pa implementueshëm në Shqipëri. A je dakord me këtë? Unë bi dakord, por do të them edhe diçka tjetër. Sepse
kur thashë domethënë që njerëzit që ua kam treguar, kuptohet, këtyre gjërave që unë shkruaj për shembull, sa mbarova draftin e dytë. Edhe po përfundoj draftin e tretë edhe mbase 2-3 ditë më mbaroj. Por flas domethënë për njerëz të cilët mendojnë që është e mundshme, e ka shpresë, edhe pse shumë e vështirë, por mënyra e të bërit dhe të zbatimit të asaj çfarë unë them, kërkon dedikim, vendosje, komplet domethënë të kesh gjithë popullin me vete, Po. sepse shiko, deri tani çfarë është bërë? Cilat janë shembujt e qeverisë shqiptare? Domethënë, imagjino se kush ka qenë për shembull para se të ishte deputet dikush, ka qenë mbase antar i Freshit. Mbase ka qenë dikush që është kapur dhe rekrutuar nga shërbimi. A kupton? Shërbimi e ka trajnuar, e ka futur derisa në moment që është ka hyrë në atë pjesë. Tani kur pitet për shërbimin, do të përdori si shërbimi, por dhe politika. Por që ai person do digjet. Mos tani pastaj. Dhe kjo është e vështira, domethënë ka dalë domethënë jashtë binarëve. Vetë shteti ka dalë jashtë binarëve, sepse mbahet nga një person që është lart, domethënë nuk është se delegon, por urdhëron të tjerët, që mund t'i djegi kur të doj, unë e përmenda pak më parë, por kemi edhe problemi tjetër, që vetëm për arsye të korrupsionit dhe të blerjes së votës, ai ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë atë 84 numër në parlament, gjë e cila domethënë herë pjesën tjetër të jetë gjithmonë inferiore. Sot e kësaj dite për shembull bëjnë protesta nga Partia Demokratike, foltore, protesta, dalje, parulla hidhene, molotov hidhen gjithashtu. Por apo e sill kjo gjë të djathtën, ju thoni e djathtën, unë nuk e pranoj një gjë të tillë. Apo e sill kjo domethënë ndryshimin e sistemit, heqjen e Edi Ramës etj etj. Duke pasur parasysh që aty janë ende 84 vota në parlament. Dhe kemi, domethënë, duhet ta kuptojmë. Ore, ne me të vërtet po dalim, po bëjmë diçka të përbashkët, diçka të mirë, solidarizohemi. Mirë, po, hajde solidarizohemi për ata që opozita bën protesta pas skandaleve të mëdha që janë, si thua, evidente dhe të hetuara tashmë nga drejtësia shqiptare, të përfshirjes zyrtarëve të lartë të leadershipit politik pranë Edi Ramës në afera të mëdha korruptive. Dhe protestat dhe si thuash ai angazhimi që ka opozita e sotme, unë mendoj që është legjitime, është e drejtë. Pas këtyre skandaleve çfarë duhet të bëjnë? Edhe pas një autokrati si Edi Rama që dominon zgjedhjet me lloj-lloj formash, me krimin e organizuar, me parat e buxhetit, me shkrirjen midis shtetit dhe pushtetit, me vënien në kontroll të administratës, pra rritja e numrit të tyre në një shifër, domethënë që s'ka qenë asnjëherë kaq e madhe për numrin e popullsisë, ndërkohë që shqiptarët largohen, administrata shtohet, shërbimet domethënë paksohen, dhe ke më pak qytetarë që do t'ju shërbesh, edhe administrata rritet dhe flyhet. Ndërkohë rriten taksat, ndërkohë partia e majtë e Edi Ramës ndërmerr vetëm, si thuash, masa në favor të oligarkëve, pra ekstremi djathtë në praktik dhe partia e majtë në teori. Kupton? Pra, kur e shikon kryeministrin që e pyesin, ore zotri, pse nuk e hap atë tregun e investimeve të shtetit në shumë operator që të paktën të japësh mundësi të rritësh oportunitetet edhe për bizneset, po edhe të një biznesmeni që është i aftë për të bërë diçka, po je kufizuar vetëm tek 15 oligark, të cilëve ju jep kontrata 100 milion, 200 milion, 300 milion, dhe del para shqiptarëve dhe ju thu që unë e dua këtë oligark sepse ai punson.
Pa i punëson me parat e Edi Ramës. Se në që se ke një biznesmen që ka ngrit fabrika dhe ka investime, ku punëson shqiptar me parat e biznesit të vetë, atëra ati duhet heq kapelja dhe duhet respektuar e duhet mbajtur mirë nga shteti. Por këta oligark që i ke bërë miliarder me parat e shtetit, kur këto kontrata janë rritur artificialisht 3 fishe, 4 fish, që ka parat të punësosh, këta nuk meritojnë, këta janë pjesë e vjedhjes, këta janë pjesë e problemit. Dhe në Shqipëri, ajo që e bën shumë të vështirë, Altin, mendimi im, opinioni im, gjithmonë, ajo që e bën të vështirë se në Shqipëri nuk është për të rëzuar vetëm Rama dhe shpura e tij, ajo si tu është grupi i Ramës, i afërt, i tij politik, nuk është vetëm ky problemi. Në Shqipëri duhet rëzuar bashkë me Ramën dhe oligarkia. Mirë po, e mendosa e vështirë bëhet. Në Shqipëri duhet ndryshuar sistemi zgjedhor që t'i zgjedh përfaqësuesët në parlament populli. Pra, problemet që ka Shqipëria. Dhe ndërkohë duhet mbajtur në kontroll krimi, korrupsioni, pra duhet mbajtur spaku dhe drejtësia duhet mbrojtur. Mendo sa e vështirë është, Altin, që të zhbësh këtë deformim, këtë shkatrim që i është bërë demokracisë shqiptare. Prandaj, çdo forcë e re, nëse fiton besimin e popullit, po populli duhet të jetë, si thua, pas kësaj force dhe i lëvizje mbi 80% që të mund të, si thua, eliminosh dhe fitosh edhe mbi vjedhjet, dhe mbi abuzimet, edhe mbi oligarkin, edhe mbi të punësuarit, po kjo vjen vetëm nga ndërgjegjësimi i diasporës. Sepse populli që jeton në Shqipëri, ai popull është futur në darën e partisë shtet, që i kërcënojnë me rrogën, i kërcënojnë me bukën e gojës, i kërcënojnë me të ardhmen e fëmijëve të tyre, me arsimimin e tyre, e tjera, e tjera. Le të ndërpres pak, me që përmendet të kuptohet informimin, inkurajimin, të treguarit e një ideje të re, mënyrë se si mund të bashkëpunojnë me publikun. Fillim do më thënë pëlluar vetëm, por dal nga dal, do më thënë, ikoj njerëz që thënë, po e ke mirë, vazhdo, ecë po ecën mirë. Besoj se filloi diçka që nga diaspora për sa i përket këtij lloji informacioni, të një mënyrë të re të bërit politikës. Duke u hedhur domethënë që nga ju, nga Kalifornia deri në New York, duke takuar me komunitetin, duke thënë që hey, ne mundemi po t'i bëjmë gjërat të gjithë së bashku, uniteti gjithmonë ata kur bashkë. Ndaj edhe unë kam quajtur Republika Unita. Të gjithë kundra të keqës, të gjithë pro Shqipërisë, interesit tonë kombëtar, sovranizmit tonë, ekonomisë tonë, zhvillimit tonë. Duam që të shohim njerëzit tanë, të cilët për kaq shumë vjetësh po vinë në Amerikën në Evropë, të kthehen në Shqipëri. Prandaj më fal të bëj një pyetje Altin. Pse ja ke vendosur emrin Republika Unita? Pse ja ke vendosur anglisht? United Republic. Jo, sepse është televizë shqiptare, për shqiptarë, jo për amerikanë. Së pari, unë jam unik. Emërtimi është latin, është italian? Të ta them pak nga vjen kjo. Jam hedhur në historinë mbrapa të kodës Konopeu. Dërsa ishte ortodoks. Pra ka kontekst historik. Absolutisht. Duke lidhur edhe me ata çfarë në domethënë arpëreshët në Itali, domethënë e kishin konsideruar një gjë të tillë, domethënë tepër të zakonshme, kuptohet, unita, domethënë units, si themi, po njësi ushtarake për shembull, të gjitha ishin domethënë të besimit kryshter. Ja ata shkonin para se të dilnin në luftë apo para se të shkonin në patrullime të tjera, bënin lutjen e tyre tek prifti. Të gjithë së bashku, të bashkuar. Dhe kjo i ka dalluar shqiptarët, që në kohën e Skënderbeut deri më sot.
Pra kjo ka kontekst dhe lidhet me arbëreshët më tepër dhe ju e lidhni me mërgatën, me emigrantët, duke pas parasysh që arbëreshët janë ato emigrantët e parë që të thuash se lanë vendin për arsye të pushtimit dhe të atij, domethënë, vuajtjeve që erdhën mbas rënies krujës, apo jo? Konteksti historik është i tillë. Por unë kam qenë në kontakte me njerëz të mrekullueshëm, si në Puglia, Reggio Milano apo në vende të tjera për shembull, ku janë ose Greqi. Ku ka shumë, domethënë, komunitet arbëresh. Edhe më pëlqen fakti që ata gjithmonë na shohin ne, domethënë, si dhëni ku buron kultura, historia e tyre, nga ku u shkëputën. Po, janë shumë krenar, ata janë shumë krenar edhe janë ndoshta shqiptarët më të pastër që ekzistojnë brenda kombit shqiptar. Kemi arbëresh edhe këtu. Edhe këtu kemi arbëresh, nga Kalifornia deri në New York, Staten Island. Kam takuar njerëz në Kaliforninë e Veriut, në Fresno dhe Sacramento, në Los Angeles kam takuar. Kam jetuar aty 20 vjet. Po. Dhe në pjesë të tjera, për shembull, pjesa e Texasit edhe lart, pastaj fillojnë akoma dhe më shumë Arizona. Dhe më vjen mirë praktikisht që një bashkëpunim, domethënë. Se jemi edhe në momentet të themi të limiteve kohore të emisionit dhe unë dua që ta nxjerr të plot pak a shumë edhe atë lëvizjen, iniciativën që ju sapo prezantuat, ose le të themi është edhe një ëndër shumë e bukur që Shqipëria të reformohet nga një forcë e pastër, konservatore, e mirëfillt, që mund të prezantohet para shqiptarëve dhe të fitoj popularitet dhe votën e tyre. Por ajo që doja të ndërprisja tek ajo që po tregonit është a mendoni juve që diaspora vetëm pa një forcë aleate brenda Shqipërisë mund të krijojë një lëvizje politike kaq të fuqishme sa ta dominoj, ta edukoj votuesin shqiptar në fillim dhe ta dominoj të marrë votat, të fitoj shumicën për ta drejtuar Shqipërinë. Arsyeja pse të them është që për herë të parë në zgjedhjet e kaluara parlamentare diaspora pati të drejtën për të votuar. Dhe u pan probleme pafund ku vota e diasporës pati shumë emigrantë që nuk votuan dot e para për arsye të një pengese që ishte vënë me dokumentacionin. E dyta, ajo votë që shkoi atje në mënyrën më të habitshme ishte votë pro qeverisjes së korruptuar të Edi Ramës. Diçka firoi rrugës, pra u tjetërsua kjo votë, apo u patronazhua diaspora, sepse kjo lidhet drejt për së drejti edhe me projektin që ju keni. Problemi është që ata që kanë vjedhur kaq shumë Shqipërinë dhe kanë në duart e tyre kaq shumë kapital, kontrollojnë kaq shumë njerëz brenda Shqipërisë. A di që janë telefonuar nga kushurinë njerëzit në diasporë, e di besoj, e pjesë e kësaj. Dhe ju thënë që ju ludemi votoni Partinë Socialiste se po na thonë po nuk gjetët 15 vota, na hoqën nga puna. Pra ky është patronazhim i pastër, që ju bë edhe diasporës. Tani në këtë kontekst, sa optimist duhet të jesh Altin, që të fillosh diçka të re me këto parimet e pastra konservatore, me një botkuptim perëndimor amerikan, të ndërtimit të shtetit, të administrimit të shtetit. A shikon me optimizëm, apo unë po të bëj pak pesimist me këto që po të them? Nuk jam pesimist as pak, sepse kauza është e drejtë. Kauza bën domethënë bashkimin, sjell domethënë bashkimin e një kombi. Po sjell njëkohësisht
edhe shtetbërjen në vendin që i takon. Por, më së pari sjell ndërgjegjësimin e masës, ndërgjegjësimin e diasporës, ndërgjegjësimin e popullatës në Shqipëri, për sa i përket se kush jemi dhe çfarë duam të bëjmë, dhe njëkohësisht që vota e sovranit kur të mos abuzohet, qoftë për një krah politik apo në krahun tjetër. Unë jam optimist, sepse asnjëherë përpjekjet për gjën e mirë, për gjën e duhur, të vërtetën, të drejtën, asnjëherë për ato përpjekje nuk shkojnë kot. Mbase unë nuk do të jem në parlament. Mbase unë nuk do të jem në parlament. Po ka rëndësi domethënë. Po, fal. Jo, doja ta bënim pak interaktive, tani që jemi në 5 minutat e fundit të bisedës. Në qoftë se do të luash rolin e një doktori dhe të vjen dikush në emergency, në urgjenca, dhe i sëmuri ka simptoma pafund, nuk bën zgjedhje të lira, ka marrë peng sistemin zgjedhor që prodhon votën, pushtetin, dhe që dominon e ka nxjerrë jashtë lojës sovranin. 1. E dyta, ka krijuar partin shtet që e la mbrapa para 90-s. E treta, veç se nuk e ka izoluar Shqipërinë, se kontrolli që i bën është në nivelet e kontrollit e Enver Hoxhës. Kontroll pushtet qendror, pushtet vendor, parlament, qeveri dhe tentakula pa fund të drejtësia. Dhe më thënë, ajo që e bën pak të dalluar është se nga Enver Hoxha kuptohet se i ka dalë nga kontrolli spaku. Kjo kafsha e egër që u prodhua me optimizëm e me lobingje të Edi Ramës, i ka dalë nga kontrolli. Mirë po kjo është kthyer si shpresë e shqiptarëve tashmë për të goditur të keqen në Shqipëri. Pra i sëmurit, dalemi tek i sëmuri, ka këto simptoma, të vjen që s'ka as sistem zgjedhor, ka bërë shkrirjen e partisë shtet, ka kthyer krimin organizuar në biznesmen, ka detyruar shqiptarët, ju ka kufizuar shqiptarëve të gjitha mundësit i ka detyruar të emigrojnë në shifra biblike. Do të thënë emigrojmë në ato shifra që emigrojnë vëndet e konflikteve dhe të luftrave. Dhe kemi këto dështim të madh të këtyre 35 viteve, ndërkohë 2 gjërat mira që ka arritur Shqipëria janë antarësimi në NATO dhe lëvizja e lirë, që ju ka dhënë dinjitet shqiptarëve. Këto janë 2 gjërat mira. E kuptoj që tani nga e djata në një farë mënyrë. Këto janë arritur nga Partia Demokratike e Shqipërisë, dhe këto duhet të thënë se ky është fakt historik. Dhe merita i takon kësaj force politike. Tani, ty të vjen një smur që s'ke nga ta kapësh, dhe me që ke një lëvizje, një iniciativë, një propozim të ri që kërkon edhe ta paraqesësh përpara shqiptarëve në emigracion, diasporës, cilën mas do të merrje të parën. Do reformoje sistemi zgjedhor të parën, do goditje në fillim krimin dhe do mbështesje drejtësinë për të bërë edhe ndryshimet e tjera, apo do të paraqitesh në zgjedhje në këtë sistem, në këtë situatë me një parti të re, duke ju treguar shqiptarëve që kemi një projekt politik të pastër, patriotik, që s'kemi lidhje me interesat dhe po hym kërkojmë besimin tuaj. Qa do bëjet parën nga këto, Altin? Se këtu është shumë, si tu është e mbarsur situata, a kupton, dhe futesh në një fush betejë pa barabartë, mund të jesh i përgatitur, po futesh, shiko, është si ato stadiumet që mund të shkoje ndonjëherë te kategoria e dytë, mbamën besoj nga Shqipëria, që futeshe tifozët ishin shumë agresiv ndaj skuadrës mike. Arbitri ishte kapur përpara nga skuadra pritse, nga qyteti Pritës, edhe ishte presionuar dhe në atë pikë sa që mos bë gabim të japësh fitoren ekipit tjetër. Futesh në një tokë komplet, domethënë që s'ke as arbitër, s'ke as tifozët me vete, s'ke as kënd
Dhe në fush nuk luan 11 me 11, po luan 22 me 11. Si mund futesh në këtë fushë, Altin? Qa do bëjet parën? Kjo është, okej, është tik me 2 tehe kjo, mos harro. Po, Edhe shqipytje është në pret, goxha. po. Ti ke arsyetë tua që e pyet. Njëra pjesa anës gazetarit, tjetra është politike, unë e kuptoj. Por, në qoftë se do thoja, të them, që jam mediat, republikan, konservator, Po. do më duhet të pastroj instrumentet e mia para se të futem në një proces mjekësor. Po. Më kuptoni? Kështu që ajo që pretendoj. Pra si doktor ti do t'i thosje në fillim, shiko, po nuk vu të rregullon lojë edhe arbitër, mendimi im, unë çfarë do bëja është që do t'i thosje rregullo sistemi zgjedhor. Gjithë presioni popullor duhet të jetë që të mos ketë njerëz të emëruar, të çlirohet dhe të bëjnë zgjedhje të lira dhe demokratike, se këtu buron gjithçka. E dyta, mendoj që duhet përkrahur drejtësia, sepse drejtësia është ajo terapia e vazhdueshme, transfuzioni i gjakut pastër që duhet kryer në Shqipëri. Dhe e treta, pastaj kur fiton besimin e qytetarëve, pra apelon të qytetarët, ti mund ta reformosh shtetin shqiptar të deformuar. Pra do t'i bësh një formim, një gjëje të deformuar në këto 35 vite. Unë do shpreja diçka mbase do të duket e çuditshme ty, ose kontroversale. Po. Duke pasur parasysh se si kemi ardhur deri në këtë pikë për shembull, kur dikush e ka shkatruar dhe tjetri e ka miratuar edhe në mënyrë si them aprofe ose pa përgjigjur ose duke lënë kundërshtarin të gabojë, sepse dikur edhe ata lënë kundërshtarin e tyre të gabojë me firma piramidale. Jemi të qartë për të. Po. Atëherë, Ai ishte gabim i madh. Firmat piramidale ishte gabim. Ka shumë gabime, që nga fillimi, me 7501, me hyrjen e Sorosit, firmat piramidale, hapjen e depove, e shumë probleme që vazhdojnë. Por, populli deri tani, domethënë, ka ardhur në një pikë në cilën çfarë do të bëjmë, ose do ikim, ose do rrim, domethënë do bëjmë sklever, ose tjetër domethënë do t'i kthejmë pushkën qeverisë. Tash ne nuk e duam një gjë të tillë, se 97 ta mbaroi. Jo, kërkohet ndryshim pa destabilizim, kuptohet. Absolutisht, ne duam të luajmë vetë. Jo, ne nuk kemi gjaku i prishur. Po. Edhe pse ka gjak prishës në Shqipëri, kjo nuk do të thotë që hajta hedhin neve në zjarre, në flake, për mbytje, do të thonë për arsye të interesave të tyre. Jo. Por më the, si do ta nisje, do të ndërhyrën e parë. Si do futesh në fush? Kjo është në ndeshje futbollit kategorisë së dytë, se kategoria e parë ishte çik më mirë në Shqipëri, kupton. Po si e kanë katandis këta, është fare kategori kooperative, është kategori e tretë dhe e katërt, kupton që nuk ka rregulla, mendo si luhesh atëherë në këto kategoritë e ulta. Nuk ka mbetur për të diskutuar shumë për sa i përket skemës së qeverisjes. Sepse gjithçka do më të në shumë e thjeshtë, e mori hyja dha, ty shkoj bëj para për tjetrin, edhe tjetër e thot me tekst mesazh. Sa shtëpi shite? Po pra. A më kupton tash? Bëj sekserin ti ministër, të më shesësh mua kaq. Ministrat janë kthyer në pronar të mëdhenj të pronave kapitaleve dhe investojnë te oligarkët. Pra e kanë edhe atë fushën ku këtu për shembull ti investon në stock market, kupton, që të shikosh aty se si lëvizin ato aksionet dhe të fitosh diçka nga lëvizja, nga rritja e aksioneve. Në Shqipëri, politikanët që janë pronar, apartamentesh, biznesesh, janë partner dhe pjesëmarrës aksioner në biznese të mëdha, në kontrata të mëdha, sepse e gjejnë vendin e investimit e oligarkët,
Po kjo, Altin, se ne mund të vazhdojmë me këtë problematik është t'i bësh diagnozën. Mirë po Shqipëria momentalisht, jo nga ne të dy vetëm, po e nga shumë të tjerë që janë, flasin të drejtën, flasin hapur në mediat shqiptare, diagnostifikimi i është bërë. Problemi është si do të shërojmë Shqipërinë. Duhet kërkohet kërkohet mjeku i duhur për ta. Unë jam të radikal, kur vjen në fundit tek bindet e mia, sepse edhe në të çfarë unë kam shkruar, në ato çfarë unë besoj, them se e djata duhet të riorganizuar, them se ne duhet të kemi domethënë në parlament njerëz jo me diploma falso, me njerëz të zgjedhur nga populli, jo nga kryetari i partisë, jo me lista të hapura, me lista të mbyllura. Unë them sepse, domethënë të them të drejtën, deputetët gjithsecili, çfarë janë aktualisht në parlament, cili do që ka 3 mandate sipër, do të dorëzoj mandatin, kalojnë vetim, deklarim pasurish. Cili do që mbetet pasaj 2 mandate poshtë, vetim, deklarim pasurish, deklarim diplomash e eksperiencës punës. Edhe unë them maksimumi që çdo deputet në parlament të ketë jo më shumë se 2+1 mandate, pra maksimumi 3 mandate. Duke patur parasysh që ka një rekord të mirë politik, ka qëndruar drejt me forcën e tij zgjedhore që e ka mbështetur. Nuk ka vjedhur asnjë gjë domethënë kriminale, i pasur në çfarë do lloj vetimi, aty po mund të shtohet një mandat më tepër. Pse e them këtë? Që nesër pas nesër këta zotërinj të mos rrinë edhe të marrin dalin pension nga një të karrige. Jo. Ne nuk duhet ta ngarkojmë buxhetin e vendit, duke patur këta njerëz, domethënë që të rrinë nga 25 e 30 vjet, po në të jetën karrige. Absolutisht jo. Pra ju mendoni që ndryshimi i sistemit zgjedhor e para, që të mos jenë deputet e emëruar dhe të vinë nga listat e mbyllura, por të jenë në konkurim të hapur, ndoshta mazhoritar, siç është edhe këtu në Amerikë, kur flasim për Kongresin dhe për Senatin, të vinë si rezultati i filtrimit të brendshëm nëpërmjet primareve, dhe e dyta që ju thatë është kufizimi i mandatit, po kjo duhet të fillojë një herë nga kryeministri, nga presidenti, nga kryeministri dhe të zbres pastaj deri tek deputetët, që këta deputet, se po u rregullua sistemi zgjedhor që të vinë me votën e popullit, atëherë s'ke pse t'i vësh kufi, qofse siç janë këtu edhe kongresistët, kongresmenët, edhe senatorët që zgjidhen për shumë mandate, në qoftë se ata ballafaqohen në një sistem të drejtë mazhoritar. Po ishin të emëruar, ata s'duhen lënë asnjë mandat. Ka një ndryshim këtu, janë dy sisteme të ndryshme. Po. Nuk mund ta krahasosh sistemin dhe politikën në Shqipëri me atë që është në Amerikë. Ndaj këtu mund të rrinë, sepse kanë treguar domethënë mënyrë si kanë qeverisur. I kanë treguar popullit tyre që ja, ne arritëm këtë së bashku. Kemi bërë këtë gjatë këtij mandati. Edhe kjo faleminderit për ju që jeni taksapagues dhe ju që keni dhënë votën. Në Shqipëri kjo nuk ndodh. Shiko, në Shqipëri nuk ka llogaridhënie se s'ka deputet të zonës, nuk ke ç'a ti kërkosh, kur atë ka caktuar partia e ka emëruar. Ai s'ke çfarë. Ata flasin si flet kryeministri, sepse ata nuk flasin me gjuhën e popullit, ata flasin me gjuhën e prorit që i ka emëruar. Kështu që ky është problemi i madh. Altin, duke qenë se nga regjia po na njofton që e kemi mbushur kohën, limitin kohor, por është gjithmonë kënaqësi dhe kjo është një temë që biseda nuk përfundon, dhe shpresoj që t'ju kemi të ftuar në programet tona edhe këtu në studiot të ACTV, që të mësojmë më tepër rreth projektit tuaj, që ka të bëjë me një lëvizje konservatore, për të zbuluar më tepër, por edhe për t'ju ndihmuar për ta përcjell këtë projekt
të teleshikuesit tanë të shqiptarët në diasporë. Duke të uruar suksese me gjithçka që ju bëni, me gjitha angazhimet tuaja, do të dëshiroj ta mbyllim këtu, unë do t'ju japë juve të drejtën për një mesazh përmbyllës për këtë bisedë që zhvilluam dhe sigurisht do të mbetemi në kontakt për të krijuar bashkëbisedimet të tjera në televizionin ACTV. Ju falenderoj shumë për kohën që më kushtuat edhe për bisedën që patëm, po edhe pyetjet që bë. Unë falenderoj të gjithë publikun që na përsolli dhe që do na ndjekin në të ardhmen. Si person e themi si republikan konservator, unë ju ftoj të gjithë shqiptarët të djathtë këtu në Amerikë, së pari, në cilin do shtet që ndodheni. Së shpejti, unë do të filloj të vizitoj për çdo javë një qytet në një shtet të caktuar, duke i pararendur vizitave të mia, për të treguar domethënë për sa i përket tezës time politike, si djathtë konservator. Njëkohësisht do të ketë edhe në Shqipëri një tezë time politike të printuar në Tiranë, të shtetit. Po. Unë i falenderoj shumë edhe ju lutem. Konsideroni domethënë që gjithçka është e mundur për sa i përket bashkimit të kombit, një të djathtë të fortë dhe një të ardhme të sigurt. Zoti beqtoft. Faleminderit Altin, të nderuar teleshikues, ishim me Altin Plasën, një bashkëdhetarin ton që ka një histori të vetën shumë interesante dhe të veçantë, por mbi të gjitha ka një dëshirë dhe një pasion dhe një angazhim për të ndikuar pozitivisht në jetën politike të Shqipërisë, duke angazhuar, mobilizuar dhe duke organizuar edhe lëvizjet që do të burojnë drejt për drejt nga diaspora patriotike që jeton në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shtetet e tjera europiane, kryesisht atje ku jetojnë prej shumë vitesh shqiptarët. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, miru takofshim në emisionet e ardhshme.